Pikërisht për 1 maj, ditën ndërkombëtare të punëtorëve, kushtet e punëtorëve në Kosovë, pagat e të tjera çështje. Flasim me Adhe Jukollin, kryetar i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Mirëmbrëma zoti Jukolli. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Falenderoj ju për gatishmërinë zoti Jukolli. Me çfarë të lashësh përballen sot punëtorët në Kosovë? I dim disa prej tyre. Po, të lashe kemi të mjaftueshme, domethënë maj nuk është një datë që thjesht ndodhe një herë, maj nuk është një kujtesë se një herë dikush pati një guxim, edhe në fakt pati një guxim të kërkoj të drejtat për dinjitet. Është dita që në atë kohë lindi gjaku, djersa dhe ndërgjegja për të shndruar me pas në fest. Une bashkë edhe sot gjatë ditës, po dhe ditët e mëhershme, mendojsha se mos duhet edhe një herë të kthehemi në vitet e mëhershme dhe t'i kërkojmë të drejtat. Kur flasim sot për një muaj, për një fest të punëtorit, ku vetëm emri, domethënë zhvishet mendoj nga e drejta dhe nga dinjiteti. Kur kemi, për shembull, shumë vendet të punës të pasigurta, kemi nënvlerësimin e punë, kemi nuk na llogarisin në punë, e të tjera ku e kthejmë këtë ditë në ritual, domethënë veç e përsërisim duke heshtur gjithmonë nga padrejtësitë e reja që vinë nën petkun, unë mendoj ashtu, të ekonomisë së lirë. Zoti Jukolli, po, punëtorët përballen me paga të vogla, apo jo, me kushte të rrezikshmërisë të lartë edhe në vendet e punës. Ka pasur edhe rritje të numrit të rasteve që kanë humbur jetën punëtorët në vendet e punës pikërisht në mungesë të kushteve. Po. A është alarmante për juve, zoti Jukolli? Po, është shumë alarmante, se në zëri po vjen ndoshta me vonesë, është shumë alarmante, domethënë ne kërkojmë që sa më shpejt, domethënë të krijojnë institucionet edhe të ulemi të bisedojmë, domethënë duhet krijohet sa më shpejt që është e mundshme Ministria e Punës, të krijohet Këshilli Ekonomiko-Social, edhe të ulemi të 3 partnerët social edhe diskutojmë domethënë për të drejtat e të punësuarve në Kosovë. Siç tham edhe një herë, domethënë kemi paga të vogla, nuk kemi siguri në punë, nuk kemi marrëveshjen e përgjithshme kolektive e cila është një kushtetutë të punësuarve në Kosovë, dhe gjitha këto janë një farë forme një kapitalizëm ta quaj, edhe një përbindsh i paftyrë i cili domethënë nuk i let të punësuarit me ecë përpara. Falenderoj shumë, po zoti Jukolli për këtë inkuadrim të drejtë.